Osmanin, e kam Mulla Osmanin më njerë. Përshëndetje, zëri Mësliu. Përshëndetje. Kemi publikuar edhe një përgjim ku kuptohet që Yusri Selimi ka qenë në Serbi dhe ka marrë urdhra pikërisht në raport me Igorin, një zyrtar i lartë i DB-s të asaj kohe, e që ende më tutje vazhdon të shërbej në bijan e Serbisë. Përdorimi i fesë në mënyrë klasike, në mënyrë që të përqaj sa më shumë popullin e Kosovës. Se i keni parë këtë? Po në mendoj që s'keni pas nevojë me shku në Serbi hiç, se na që nisin e sa vite jemi shtetë dhe popull i robruar, edhe në gjitha institucione Serbia dihet se i ka argat e vetë, edhe në Bashki Islame, edhe në qeveri, edhe në ushtri, edhe në polici, edhe në IPSB, edhe gjithkun s'kem kur farë dyshimi këtë varpune. Ne disa gjallar, bukur mati i kemi të rejkë vrejtën edhe Bashki Islame, edhe shtetit që Kosova po sulmohet, edhe pritet sulmohet hala ma keq që tash pas 10-15 vite po dalin ato që farë kemi thënë ne, ma herët. Këzoja para folse që foli, dyqysh sukur biku në la shumë të fort edhe shumë të mirë dhe krejt do të me korët bikut, po dështë edhe brenda bikut ka argat Serbis, sukur që ka edhe një peshgli, sukur që ka edhe në qeveri, sukur që ka edhe në universitet, edhe në polici, edhe në ushtri. Pra, ne duhet me ditë që me i prej këto gjona dhe me u mundu, jemi të zhgënjyn edhe jemi të prekun pse ka ndodhë dhe pse po ndodhin këtë gjone, por jemi edhe të lumë të njëkosisht, pse shteti Kosovës ka njës ka pak me i zbulu edhe me i etiketu, edhe me i qitë në shesh, ata argat e Dreqit, argat e Serbisë, edhe besa nuk janë vetë Serbisë, po edhe shteteve që na dojnë edhe që s'na dojnë, se kemi plot shtete që na dojnë, po në realitet në mesin aty në shtete ka edhe plot njerëz që nuk na dojnë. Pra, unë mendoj që ky përgjim nuk është ku me di çfarë, por është një knasi që argat Serbisë janë do institucione, do gjykata që mundën me etiketu njerëz me i kallëzu. Për shembull, unë mendoj që edhe në gjykatë, edhe në prokurori dhe krejt në rregull, po vetëm se në fund në gjë. Se jena mësu në përkomente se cili njeri që shkel në se cilin studio televizive merë parën dinar e është argat i Serbisë. A pe kupton? Që të gju veç të filloj me nda. Njeri o në zonë me presh përdore që thojnë. A përdin? E tash ka dal. Mu edhe neve për na interesojnë që ta që në zonë me presh përdore. Tash, duke i nëzonë që ta, mu po me interesojnë puna MSG-deve. Qka është puna atyne? Qka është puna e Zekria Qazimit? Mu më interesojnë mas shumë me rregullu Bashkia Islame, me bo ligje për bashkit vetare, e tani këto MSG-det rregullohen shumë shpejt dhe shumë lehtë. Pra unë mendoj që ligji mi bashkit vetare duhet sa më shpejt, për fat keq politikanë të deputet të qeverit tona, nuk e kanë po fort të rëndësishëm këtë farë ligji, a nuk po guxojnë me bon, a nuk e ditë cila është arsyeja, pra unë mendoj që mas pori Bashkia Islame të bëhet institucioni respektum, jo tjetër institucioni një klani i një grupi njerëzve që kanë interesa personale dhe kur jetë puna më bëhet një e keqe, e gjujnë me njëherë me zide, e gjujnë në kopuntori joni, nuk mundet me i kërkush për përgjegjësisë për atyre të cilët se nëse me zidet janë jashtë Bashkisë Islame, Bashkia Islame ka për detyrë t'ia dërgoj policisë, gjykatës, prokurorisë edhe mbyllën ato me zidet. Këto